cilët duhet të ishte demokratik, duhet të ishte një republikë parlamentare, po për fatin e keq, është një autokraci, një vend që po drejtohet nga para që vijnë nga narkosi dhe nga sku tjetër. E qartë, si e shikoni të ardhmen, flas gjithmonë për këtë rrezikun që ju shikoni, nëse vazhdojmë të bëjmë këtë gjë, si ju thoni, parat qarkullohen duke u futur pastaj në kanale tjera me të cilat sigurohen edhe zgjedhjet e ardhshme dhe kështu me radhë, nuk shkojmë mbrapsht tek qytetari nga ana tjetër nuk ka mjetet më politike për të reaguar, për të bërë presionin e tij. Qeveria nuk duket e shqetësuar nga kjo gjë, ndoshta llogarit që flukset e parave të ndryshme që hyn në këtë vend do të vijojnë të jenë njësoj, por nëse kjo nuk ndodh në një moment ose në një tjetër, rrezikojmë ne që të kemi një far kolapsi me pasoja për të gjithë pastaj? Absolutisht po, unë mendoj që dy janë zgjidhjet. Ose ky vend dhe ky Shqipëri gradualisht do shkretohet dhe patjetër në ata pak njerëz që do të qëndrojnë apo që do të jenë këtu, do të vuajnë efektet e një krize ekonomike, jam i bindur për të gjë, janë të gjithë treguesit që nuk reflekton në bazë të një rritje ekonomike të shëndetshme apo një rritje ekonomike që vjen nga sektorët kryesor të prodhimit apo të shërbimeve. Kështu që ose kjo krizë do ndodh shumë shpejt dhe do të ketë mbase efekte shumë afatgjatë dhe me dëme shumë të mëdha, ose pastaj ato që kanë dorë opozita duhet nëpërmjet mjeteve politike, i cilët është edhe protestat janë njësër për to, apo edhe konsultimeve, apo edhe diskutimeve, për të kuptuar që çfarë duhet të lëvizë për të shkëputur këtë hallkën kaq të fortë të problemit, i cili është korrupsioni edhe që ka kapluar gjithë qeverinë. Dhe ky korrupsion i cili reflektohet dhe në ditën e zgjedhjeve. Dhe jo më kohë të gjitha lidhen bashkë. Kështu që e shoh si një moment shumë kritik. Një moment kritik ku qytetarët duhet të ndërgjegjësohen. Është detyrë e opozitës të ndërgjegjësojë dhe të diskutojë me qytetarët anë mbar Shqipërisë, të cilët sot vetëm mjet për ta ndryshuar këtë realitet dhe për ta sjellë të temi deri diku në shina normale, ekonominë, demokracinë, shtetin, qeverinë, raportin e tyre me pushtetin ushtruesit, ngelen për fat të keq protestat dhe presioni politik i protestave dhe patjetër pse jo, edhe mendimin e ndërkombëtarëve, të cilët herë ka vonë duhet ta shohin situatën ashtu siç është. Të cilët e kanë dhe me thënë e kanë parë pasi të gjitha raportet ndërkombëtare sot të shkruar flasin për problematika shumë të mëdha që lidhen me narkoqeverinë, që lidhen me demokracinë, që lidhen me mënyrën, me korrupsionin e lartë dhe me besimin që ka qytetari ndaj një qeverisë së drejtë. Po, shumë shkurt se jemi në fund, kam dhe këtë pyetje, sa e vështirë është kjo që reagimi i qytetarit të kthehet në një reagim politik, pasi ne shohim që qytetari në Shqipëri përpiqet ta zgjidhë ashtu si mundet çështjen e tij. Njerëzit kanë ikur jashtë vendit për të jetuar më mirë, për të pasur shërbime më të mira, shifrat e tumoreve të diagnostikuara ishin ulur me 45%, sepse me sa duket njerëzit shkojnë jashtë edhe për të kuptuar nëse kanë tumor apo jo. Arsimin e gjen ndryshe zgjidhjen një. Pra, ky qytetar që përpiqet gjej zgjidhje duke ikur vet, duke i mbaruar punët ashtu si mundet. Si mund të kthehet që ta kuptoj politikisht këtë situatë, që po përpiqet ta bëjë opozita? Ju keni shumë drejtë në fakt, duket si një situatë të themi dëshpëruese, një situatë dorëzuese nga ana e qytetarëve. Dhe kjo për fat të keq vjen prej prishjeve dhe të normave morale të shoqërisë, të cilat fillojnë nga minimali, nga qeveria apo nga institucionet kryesore dhe pas reflektojnë në gjithë shoqërinë. Sepse nëse ka sot një element ku dhe qytetarët s'kanë më besim që mund të një parohet, është pikërisht përgjegjësia morale, politike dhe përgjegjësia si institucion. Kësaj shoqëri i ka ra përgjegjësia sepse duke filluar nga qeveria në këto 12 vjet qeverisje ka ndodhur qindra afera dhe përgjegjësi politike nuk ka mbajt askush dhe nuk kemi parë kur në aktin e dorëheqjes si nuk ishte likur.